Arsyeja pse unë të ftova në podcastin Close Friends është sepse dua që dikush të flas hapur për të çështjen e eskortave. Si qëndron e vërteta e këtyre eskortave në Shqipëri? Vërtet e kanë pushtuar Shqipërinë eskortat e huaja? Kjo është një gjë, do të thënë që dihet nga të gjithë, pavarësisht se ne mundohemi, do të thënë, në përditshmërinë tonë të bëjmë sikur eskortat nuk ekzistojnë, por natën të gjithë në 10 çuna nënti ke duke klikuar te një faqe e cila lejohet vetë nga shteti jonë që të jetë e aksesueshme. Unë niftoj të gjithë njerëzit mund të klikojnë Eurogirl escort dhe Po ta klikojmë ne tani këtë Eurogirl? po mund ta klikojmë. Do e provosh ti nga telefoni yt apo unë? Po e provojmë. E provojmë. Këtu janë gjitha shtetet e botës. Dhe janë dhe me numra. Këtu kemi Albania në vend të parë, nga që fillojmë dhe me A. Po. Mund të klikosh këtu. Klikon aty, do të thënë, faqe. Klikon këtu dhe pastaj këtu janë, do të thënë, gjithë qytetet e Shqipërisë dhe tregohet me numra se sa vajza janë në çdo qytet. Bëhet fjalë gjithmonë për vajzat e huaja që kanë ardhur po vitet e fundit. Janë, do të thënë, kolumbianet, brazilianet, ruset. E zëm se dikush do të hyjë. Po, një person do të hyjë dhe do të po. porosis eskortën e tij. Po, për shembull në Belsh, po. Nuk është se ka shumë opsione zgjedhje, është i pa fat, ka vetëm një. Vetëm një. Po, kushdo që të kaloj bukur në Belsh, ka vetëm një, nuk është se mund të bëj kështu zgjedhje. Në Berat, për shembull, janë 3. Po merri me radhë, të lutem. Po që Durrësi mban kampion 161 eskorta. Wow. Do të thënë kampion në vend të dytë, se në vend të parë kemi Tiranën me 1411 eskorta. Unë po kërkoj tani, po fuz vetëm fjalën eskort në Google, dhe besoj që të dalin shumë lajme. Dhe shiko sa lajme më dalin mua për eskortat në Shqipëri. Eskorta ndërkombëtare për prostitucion në Tiranë. 1. Sa e kanë pazarin eskortat e huaja në Tiranë. Dhe do të thënë që pazari në Shqipëri është nga më të shtrenjtit në Europë. Pse? Nga që ne këtu do të vazhdojmë ta kemi ilegale, çmimet për eskort variojnë nga 200 deri në 300 në orë. Në orë? Në orë, po. Dhe prandaj është kjo dyndje e këtyre vendeve latine dhe gjithë që vinë të gjitha në Shqipëri për shkak të çmimit kaq të lartë. Lexova një koment që shkruante dikush në një nga këto faqe, domethënë ku flite për eskortat, i thoshte që jemi 2 vet, a ka ulje çmimi? Po. Bëhen ulje çmimi. Po këta e din ata që punojnë fiks.